personazh vërtet shumë i bukur, me hilaritet edhe tepër interesant, është ky që ka intervistuar Kozeta. Ne kemi vendosur me Noelën që në emisionin Ta Tokim të përfshim edhe shqiptarë që janë jashtë kufive shqiptarë. Që do thotë, more deri në kontinentin e largët në Amerikë. Kemi nisur ftesat dhe më njëherë na janë pranuar dhe janë video të bukura të realizuara që ata i kanë ideuar vetë në vetëm disa orientime të vogla, por na kanë surprizuar. Dhe një surprizë shumë e bukur është nga fotografi mirënjohur Alex Selimaj në New York. Ai është nga Gucia dhe është një adhetar jashtëzakonshëm. Televizioni ynë ka pasur disa herë bashkëpunime. Kanë qenë filmimet e tij 10 vjeçare që i ka realizuar në Plavë dhe Guci dhe ja ka dhënë si një dhuratë të V1 Channel, me cilin ne kemi realizuar një mori reportazhesh pafund dhe vazhdojmë ende sepse janë shumë filmime dhe përveç se kësaj spotet tona Magjia Plavës dhe Gucis ju i gjeni dhe në YouTube dhe shpesh i kemi parë edhe në faqet e presidentave që ka pasur Shqipëria. Pra janë spotet realizuara shumë bukur, që është një bashkëpunim i Alex Selimaj dhe të V1 Channel, sidomos me emisionin Pusha Shqiptarçe. Një kartolinë shumë e bukur. Ai është instrumentist një herësh, atje në New York ka bler një tokë. E ka përshtatur, ka ndërtuar një vend si në vendin e tij në Guci. Dhe çiftelin me vete, një çifteli e punuar nga mjeshtër kosovar. More i bjem fantastike. Le të ndjekim kartolinën e tij të bukur dhe atë melodi që na përshëndet. Përshëndetje gjithëve, jam Alex Selimaj, jetoj në New York tash 36 vite, në origjinë jam nga Plava dhe Gucia. Nga malli për vendlindjen time e kam bler një shtëpi dhe një tokë në një fshat e New Yorkut ku gjendem tani. Ky fshat është në një park nacional që quhet Adirondack Park. Sot dua t'ju përshëndes me një melodi të shkurtër me shifteli dhe t'ju uroj gëzuar Krishtlindjen dhe gëzuar vitin e ri të gjithëve kudo që gjendeni. Ju përshëndes.